Jemi brenda banesës 110 metra katror, e cila është në shitje. Çmimi për metër katror i kësaj banese të bukur, të cilën ne do e prezantojmë në detaje, është 850 euro për metër katror. Edhe pse është dimër e shumë ftoft, brenda banesës është mjaft nxehtë. Dielli veç po vrehet. Temperaturat janë mbi 10 gradë brenda kësaj banese. Ajo që ka karakterizon është izolimi dhe orientimi i saj. Nga lindja e deri në perëndim, banesa është e kthyer komplet nga dielli dhe i ka 3 dhoma xhumit. Kjo është dhoma e çiftit. Ajo që ka karakterizon shtesë është që e ka daljen në balkon ku e keni pamjen e papenguar nga qendra. Banesa ka orientim komplet nga rruga të 3 dhomat, edhe pjesa e sallonit ka po të njëjtin orientim. Këtu jemi në pjesën e korridorit ku i kemi të radhiturat 3 dhomat e xhumit, e kemi banjon dhe shpajzin. Izolimi i kësaj banese është me tulla. Siç mund ta vreni, është izolimi më i mirë që një objekti mundet me i bë, për shkak që është izolim termik. Tjetra, muret ndarëse, që janë shumë të rëndësishme, mes banesave janë të punuara me knauf. Nxemjen banesa e ka me kallda elektrike, në së cilën hapësirë mund ta menaxhosh. Përveç kësaj, ajo që është shumë më e mirë është që është e punuar në ndyshëmi dhe nuk të zëjnë vend radiatorat. Ku të shkel kama e ki nxehtë.